Raporti i zjarreve në Europë, lindje të mesme dhe Afrikë Veriore për 2024 tregon se sezoni i zjarreve i vitit kaluar përfundoi me një total prej 383.317 hektar sipërfaqe të djegur. Të dhënat e vitit 2024 tregojnë se sezoni tradicional i zjarreve, pra nga fillimi i qershorit e deri në mesin e muajit shtator, vazhdon të zgjerohet me flak masive dhe të rrezikshme. Në total 8.343 zjarre janë raportuar nga mekanizmi i mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian. Bullgaria, Greqia, Italia, Portugalia dhe Spanja ishin ndër vendet e BE më të prekura, me një sipërfaqe të djegur në total prej 334.940 hektar. Nga vendet jo anëtare të Unionit, por që janë pjesë e mbrojtjes civile europiane, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Turqia dhe Ukraina ishin ato që kanë pësuar humbjet më të rënda. Sa i përket Shqipërisë, sipas raportit europian, sezoni i zjarreve për vitin 2024 ishte më ekstremi për 6 vitet e fundit. Në total u regjistruan 49.189 hektar të djegura nga 453 zjarre, kryesisht gjatë muajve korrik dhe gusht. Viti 2024 gjithashtu pas zjarre që sollën dëme të mëdha në Ballkan, si brenda ashtu edhe jashtë territorit BE. Shërbimi Evropian i informacionit për zjarret në pyje bën me dije se sezonet e zjarreve në kontinent po zgjasin më tepër se zakonisht, ashtu sikurse valjet e të nxehtit që janë bërë më të shpeshta. Këto krijojnë kushte ideale për shpërtimin e flakëve të mëdha të pakontrolluara, siç duket trendi për vitin 2025 deri më tani nga të dhënat e mbledhura për sezonin e zjarreve duket se do të jetë në rritje. Që nga janari i këtij viti, mekanizmi i mbrojtjes civile europiane dhe FFIs ka regjistruar 7.200 zjarre në 37 vende që janë pjesë e këtij mekanizmi. Aktualisht të dhënat deri me datën 25 nëntor 2025 paraqesin se mbi 1 milion hektar janë djegur në Bashkimin Evropian, duke sjellë nevojën e përforcimit të forcave zjarrfikse. Kështu është dyfishuar numri i avionëve dhe helikopterëve të zjarrfikësve në flotën ajrore të Unionit Evropian. Shqipëria përballë këtyre rreziqeve dhe sfidave të reja nevojitet të forcojë më tej mekanizmin, duke patur parasysh pasojat e rënda që zjarret po lënë në territor.